Fole pak për botën e egër. Ke arritur ta prekësh edhe ti vetë? Po, kam arritur që të kapim tufat e mëdha me derrat e egër, që i kalonim mbi numrin 22 individëve, që ishin gjendje të mirë si individ vegjël dhe individ mëdhej. Dhinë e egër kemi arritur që ta shikonim nga larg me anë dylbive, por nuk për momentin nuk ka se kemi ndonjë pamje filmike të afërt kaprojt. Janë prezent gjithmonë, pastaj lepuri, dhel, pra këto janë banorë të zonës që i shohin për ditë. Rrëqepulli është filmuar për herë të parë në majën e Monellës, pra po, për herë të parë në Shqipëri është filmuar në zonën në Shqipëri, në Shqipëri është filmuar në zonën e Monellës. Ajo është një banor autokton të ne cilësojmë si mbretin e malit të Monellës. Po pse kështu? Çfarë ka si karakteristikë? Është tepër i veçantë. Është tepër i veçantë dhe nuk gjendet në asnjë vend tjetër. Ai preferon kryesisht pyjet e lartë dhe të dendur, që të fshihet sa më mirë. Dhe këtu ka preferuar që të kamuflohet mjaft mirë dhe ka zgjedhur që mali Monellës të jetë një nga banesat e tij.